një prej shenja edhe një prej kushte që njeriu ka lajko me hinë xhenet është thirrja në fe. Ai cili thirr në fe, Allahu dhul xhelal atij e hap dyert e xhenetit. Dhe neve që po na mungon, si hoxhallar dhe si xhamat, edhe si njerëz individualisht, nuk jemi të fol për fe. Jemi të fol për gjëra tjera. Jemi të fol për gjëra në televizion edhe në rrjetet sociale. Ton kohën i komentojmë. Kur për neve një hadith nuk e nin që dikush i thotë shokut vet. Kush për neve nuk ka hin mod, ka nis mu largu kjo punë. Sahabët e pejgamberit sa më kanë mësuar një ajet 2, 3, 4, edhe ka shku ka shpjegu tjerëve. Nuk është kusht me kanë hoxh mi shpjegu njerëzve fe. Nuk është kusht me kanë hoxh me dal mi kallzu shokëve tu në punë. Njerëzve në rrugë, familjes tane nuk mund hoxha se të në shtëpi me hi. Atëherë të marrëm që detyrë që e ka pas Resulullah sallallahu alaihi wasallam shpërndarjen e fesë, mësimin e fesë, mi kallzu njerëzve çka o feja. Po për mi kallzu dikujt se çka o feja, do të më ditë mirë çka do të thotë fe. Do të më ditë çka do të thonë Islam. Do të më ditë çka do të thotë Kur'an. Do të më ditë çka do të thonë namaz. A di që nuk ka vlerë më të madhe në këtë dunja. Asnjëherë se një njeri në xhami me shti, se një njeri musliman me bë, se një njeri me largu pe punëve të qija dhe një iman me çu. Nuk ka punë më të mirë. Ta argumentoj me fjalën e Resulullahit që po i thot Aliut radiallahu anhu, thot o Ali, më mirë për ty është një njeri me kthy në fe. E me kthy në namazën ibadet, se me dhanë Allah dhul xhelal keq ka në tokën qiell. Më mirë e keni njeri me kthy. Sa për njerëzve mund i kthen ti? Sa prej shokëve i takon? Sa prej njerëzve familjarëve tu me ta jeton? Nëse i thirr me arë në xhami, nuk dojnë me arë. E di pse? Se nëse thirraj ty për diçka ti shkon, a nëse thirr ti për xhami, thotë haj se ka ku. Atë nuk është një e mirë. Se ti po shkon ku po thirraj, ti pengon çapo të folaj, ço për futboll, ço për një serial, ço për një çka dush, diçka le të fol, ti ki mengu. Me ba me spjegu ti për fe, ka thonë pejgamberi, e kum një hoxh, e kum lexuar një libër, ka thonë Zotin Kur'an, ai ty nuk ngon. Atëherë merru ti me imanin tën, merru me Zotin tën, pse fjala jote s'po shkon e aty te ti po pranohet.